ADN është bashkimi i 3 gërmave që shënojnë 3 shenja të mëdha: art, demokraci, natyrë. Kjo është ëndra e çdo shoqërie. Një emision mbi aktualitetin e javës. Ngjarjet kulturore që shenjuan hapësirën publike. Dhe një reflektim se si po sillemi me natyrën. ADN nga Iliu Zeiri. Mirë dita, mirë se erdhët në ADN, Art, Demokraci, Natyrë, unë jam Iliu Zeiri. Viti 2026 ka nisur me ngjarje që kanë mbajtur pezull opinionin në mbar botën. Bombardimi mbi Venezuelë dhe rrëmbimi i presidentit gjakatar Maduro bashkë me gruan e tij për të përballur me një gjykatë në Amerikë ka shkaktuar reagime të kundërta. Në Shqipëri, javën që shkoi vijuan rreshtet e dendura dhe vendi në një pjesë të konsiderueshme ishte në ujë. Çfarë do të ndodhë në botë? Si do të jetë fati i rendit të ri 80 vjet pas luftës së dytë botërore? Po Shqipëria, Kosova, çfarë duhet bëjnë? Për këto e të tjera do të bisedoj në pjesën e parë me historianin e njohur Marengele Kasmi. Ai jeton në Amerikë, është inxhinier në profesion, por ka rënë në sy me analizat kulturore dhe letrare që shtjellojnë fenomenologjinë e kulturës shqiptare dhe narrativat identitare. Me Artan Notin do të jem në pjesën e dytë në një lidhje përmes platformës Teams me SBA-n ku ai jeton dhe punon. Po në fillim, komenti im. Komentin tim e kam titulluar Mbreti Lakuriq dhe politika e Tiranës. Aksioni i fundit i SBA-ve i nxitur nga Trump për të rrëmbyer diktatorin Maduro dhe gruan e tij në një aksion spektakolar të denjë për filmat western të Hollywoodit, ka shkaktuar reagime të forta në të gjithë botën. Askush nuk e vënë në dyshim që Maduro ishte një diktator gjakatar, që e mbante pushtetin me forcë, me dhunë e burgosje. Vendi, për shkak të tij, ishte kthyer në një gërmadh vuajtjesh. Presidenti i zgjedhur kishte marrë arratin dhe liderja e opozitës, fituesja e çmimit Nobel për paqe për vitin 2025, Maria Corina Machado, jetonte në ilegalitet. Vetë Trump ishte më i qartë se të gjithë kur tregoi arsyeën e këtij aksioni. Ai tha se në hemisferën perëndimore janë interesat amerikane dhe nafta e Venezuelës, ashtu si edhe pasuritë e tjera të saj, janë interesi ynë strategjik. Në këtë pikë, mjaft analistë të shquar si Friedman apo Zakaria ju referuan dokumentit për strategjinë dhe sigurinë kombëtare të publikuar pak kohë më parë nga Trump, në të cilin, si shtoshin të gjithë komentatorët, parimet e mbrojtjes së demokracisë, të lirisë dhe të tregut të lirë janë zëvendësuar me ato të interesit ekonomik dhe biznesit, duke ju përmbajtur boshtit mbi të cilin është ngritur politika e Trump, që është America First, Amerika e para. Edhe diplomatë europianë si ambasadori Seku i Fjalavien e komentoi këtë veprim të ushtrisë amerikane si kalimin nga forca e së drejtës në të drejtën e forcës. Mbështetur në atë që ai tani e quan jo doktrina Monroe, por Donroe, Trump ka kërcënuar hapur se kërkon të pushtojë edhe Groenlandën. Pavarësisht se përballë kundërshtimit në rritje, tani ai thotë se do ta blejë atë. Ai tha se edhe Kolumbia është në mbikëqyrjen tonë, Kuba po ashtu, por edhe Irani. Nuk vonuan më pas edhe karakterizimet e medias perëndimore, por edhe asaj amerikane për politikën e re të Trump. Imperializmi lakuriq, shkruante The Guardian. Putinizimi politikës së jashtme amerikane, vijonte ajo.
Faret Zakaria, gazetari i njohur i CNN-it dhe drejtuesi i emisionit të famshëm GPS, e mbyllte me ironi komentin e tij, duke thënë se aksioni i fundit i Trump në Venezuelë u frymëzua nga slogani i njohur Make Venezuela Great Again. Ndërsa ana tjetër e medaljes janë Rusia dhe Kina. Të gjithë janë në alarm, sepse tani nuk ka justifikim për agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës. Ashtu si kundër edhe Kina, për shkak të interesave të saj strategjike, mund ta pushtojë kur të dojë Tajvanin. Strategjia e re e mbrojtjes kombëtare të Trump e justifikon luftën për territore, sepse ajo nuk mbështetet më në mbrojtjen dhe ruajtjen e demokracisë dhe të lirisë së kombeve, por në interesa strategjik. Një anë tjetër që vënë re komentatorët politik të gjitha vendeve ishte anashkalimi i Kongresit dhe shpërfillja e OKB-s dhe organeve të saj. Por edhe më tragjike, thanë komentatorët, ishte shpërfillja e aleatëve. Të gjithë kujtuan me këtë rast ndërhyrjet e SBA-ve në Irak dhe Afganistan. Në atë kohë, aleatët europian, kanadez dhe australian u bashkuan në drejtimin e SBA-ve për ato aksione të cilat për fat keq nuk i arritën qëllimet e tyre të para. Madje dikush u shty më lart dhe i kujtoi Trumpin se Danimarka, aleatja e vyer e SBA-s, ju bashkua që në fillim thirrjes së Amerikës dhe në Irak e Afganistan janë vrarë mbi 40 ushtar danez, duke shënuar numrin më të madh të vrarëve nga radhët e NATO-s në raport me popullsinë. Ndërkaq, në Shqipëri, opozita e përqas Shqipërinë me Venezuelën. Mirë po, të gjithë kujtojnë se Amerikanët vetëm një herë kanë ndërhyrë gati edhe ushtarakisht në vendin tonë, dhe madje dërguan këtu edhe një ambasadore të vendosur, siç ishte Marizalino, e cila e frymëzoi rebelimin armatosur të vitit 1997 për të larguar nga pushteti Berishën. Herën e dytë amerikanët janë marrë me Shqipërinë atëherë kur Berishën, atë që e larguan me forcë nga pushteti, e shpallën edhe non grata familjarisht. Ndërsa tani në strategjinë kombëtare të publikuar nga Trump, Ballkani ka një peshë jo të vogël. Aty madje thuhet se sanksionet dhe vijat e kuqe të hequra deri tani do të kthehen në ligje. E gjithë kjo ngjan me një frazë të njohur dhe burokratike, por që nuk shtyhet më tej. Problemi i madh tani është se Serbia dhe Rusia pas saj do të jenë gati të nxjerrin nga sirtarët dosjet e vjetra të politikave shoviniste dhe Kosova mund të jetë shinjestra e radhës. Europa e Bashkuar nuk po arrin të imponohet si një aktor kyç në politikën ndërkombëtare. Ajo është e pafuqishme dhe e zbeht përballë autoritetit amerikan. Asnjëherë si sot bota nuk ka qenë më e pasigurt dhe fati i popujve dhe vendeve të vogla si ne më i paparashikueshëm. Ky ishte komenti i mendimet e dhëna këtu, nuk janë domosdoshmërisht edhe opinionet e RTS-s. Dhe tani, me të ftuarin e parë, historianin e njohur Marengle Kasmi.